Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me hënën e re, që është në datën 27 maj dhe është në shenjën e binjakëve. Dhe do shohim se çfarë efekte ka kjo hënë e re për të gjitha shenjat e horoskopit. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, sepse aty shtrihet i gjithë muaji, por dhe videot e javës, por dhe tema të ndryshme që postohen në këtë kanal. Dhe do fillojmë të shohim çfarë efekte ka kjo hënë e re, që është në shenjën e binjakëve, të gjitha shenjat e horoskopit. Unë do flas në të përgjithshme, dhe është një hënë shumë pozitive, që krijon fillime të reja, sepse ka një lidhje me Mërkurin, që është planeti i shenjës së binjakëve, është guvernatori i shenjës së binjakëve, por është në sekstil me Plutonin dhe me Saturnin, që do kenë edhe ato ndikimet e veta. Dhe është një hënë e re që do japi mundësi për fillime të reja, por që ju të bëni dhe ato lëvizjet për të korrigjuar gabime dhe pasione dhe për të ripërtërir jetën tuaj dhe për të filluar diçka të re. Por kjo hënë e re do t'ju japi një energji, do keni ide dhe qëllime të reja, do keni mundësi për të qenë mendje hapur, do jeni social, do jeni shumë bashkëpunues, por do përmirësoj dhe aftësitë tuaja të komunikimit. Gjithashtu ju do harrini të sfidoni ato zakonet e vjetra dhe besimet e vjetra që ju kanë penguar deri tani dhe kërkojnë kjo hënë e re kërkon që ju të përdorni mënyra të reja. Por mund të jenë mënyra shpikse për të bërë përparimin. Dhe të keni dëshirë për të dalë, për të bërë njohje të reja, për të flertuar, për të takuar të dashurit tuaj, për të qeshur, për të argëtuar. Është një hënë e re shumë pozitive për të gjithë. Gjithsesi, ju do jeni shumë të frymëzuar, do keni oreks për të mësuar diçka, do zgjeroni horizontet, ose kjo hënë e re do japi një energji edhe për zgjuarsinë, më falni, për të shfrytzuar mundësitë që do lindin, për të përmirësuar aftësitë tuaja të komunikimit. Sigurisht që binjakët janë një shenjë ndryshueshme, por pëlqejnë dhe gjërat e larmishme, ose është një shenjë ku nuk qëndrojnë të përqendruar në një temë. Pasi mërziten, i mërzit rutina dhe duan të jenë në lëvizje. Kështu që dhe ju kështu do jeni gjatë kësaj hëne të re. Është një hënë fantastike, do sjelli kuriozitet, do jeni impulsiv, diskutime, do ketë vendime të ndryshme, dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave, ju do bëni plane, do reklamoni produktet tuaja, do keni negociata, takime me njerëz të ndryshëm, por do ketë dhe takime, biseda, aktivitete shoqërore. Është një hënë e re, këtu kemi dhe Plutonin, dhe Plutoni është kontrolli i sekreteve, kështu që do japi një forcë dhe guxim për t'u përballur me situata dhe për të marrë kontrollin e jetës tuaj në duart tuaja. Gjithashtu do ketë angazhim në qëllimet që ju do keni, por është edhe në sekstil kjo hënë e re që është me Saturnin. Saturni është një planet i rept. Kështu që këto fillime të reja duhet të jenë më të organizuara. Në qoftë se ju filloni një punë të re, atëherë duhet të jeni më të organizuar. Në qoftë se ju filloni një partneritet, një bashkëpunim ose diçka të re, atëherë thjesht kërkohet një lloj organizimi. Nuk duhet të tregojnë të nxituar gjatë kësaj periudhe, por të hidhni dhe hapa dhe të bëni veprime që të sjellin sukses. Në qoftë se dëshironi vërtet të bëni diçka të re, atëherë është Saturni. Doni ju është Saturni që ju detyron që ju të jeni të organizuar për të pasur një sukses në lidhje me këto fillime që do bëni. Por aty kemi në sekstil edhe Neptunin. Neptuni është një planet
ku ju do t'i besoni intuitës tuaj, do dëgjoni zërin tuaj të brendshëm, do përdorni gjithçka me zgjuarsi, me imagjinat, me ndjeshmëri, por dhe me empati. Kështu që do keni talente artistike gjatë kësaj periudhe që mund të jenë të fshehura, por është diçka që mund të fshehë edhe një kurth, dhe kjo ka lidhje më tepër me idealizimin e personave. Në qoftë se ju idealizoni një person që dëshironi të futeni në njohje, ose jeni në njohje, në një lidhje, në një marrëdhënie, atëherë mos e bëni gjatë kësaj hëne të re, sepse duhet të qëndroni me këmbë në tokë. Më tepër do preken shenja që do kenë ndikime pozitive, shenja e binjakëve. Shenja e binjakëve do preket shumë nga kjo hënë e re, do jetë një augur i mirë dhe pozitiv në lidhje me shenjën tuaj dhe do vazhdoj për një vit të tërë ky augur që do merrni me këtë hënë që keni në shenjën tuaj. Shenja tjetër është shenja e Virgjëreshës, që do ketë edhe ajo do ketë ato efektet e veta, dhe në lidhje me shenjën e Virgjëreshës, kjo ndikon në lidhje me fushën e karrierës, me njohje sociale, me punën tuaj. Ju do jeni shumë dashamirës me njerëzit tuaj gjatë kësaj periudhe dhe do ndikoj shumë fort edhe në shenjën e Shigetarit. Unë do them vetëm pak fjalë, mund të nxirrja edhe një video tjetër me këto. Gjithsesi, po përmend disa fjalë dhe e rëndësishme është që do ndikoj pozitivisht tek ju. Jo vetëm te ju, por te gjitha shenjat e horoskopit. Në lidhje me ju, ka të bëjnë më tepër me marrëdhëniet, me partneritetet, me martesën, me një stabilizim në nivel profesional, personal, është një hënë fantastike. Gjithsesi, do shohim të gjitha shenjat e horoskopit, kjo ishte thjesht e përgjithshme dhe kjo do ndikoj po kështu të gjitha shenjat, se gjithse cili nga ju mund të shofi shenjën, por ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, ku e keni. Atëherë do fillojmë pa humbur kohë me shenjat e horoskopit. Përshëndetje, gjithë ju të shenjës së Dashit. Atëherë do shohim si do ndikoj kjo hënë e re për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë. Një energji fantastike për ju. Shoh që ju do t'i vendosni qëllime vetes me këtë hënë të re, do t'i vendosni, të më falni se unë mëngjesin e kam shumë të vështirë për të folur, është pak e vështirë për mua që të bëj një video në mëngjes. Atëherë, shoh që ju do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me dashurinë, për të bashkëpunuar, për të pasur një takim, për të hyrë në një njohje, ose për të stabilizuar ato, për të bashkëpunuar në lidhje me familjen tuaj, me lidhjet ose marrëdhëniet që keni, dhe ju shoh në festime. Ju do hidhni themelet forta. Thjesht keni kujdes pak sepse keni ngecur në mendime negative. Nuk ka asnjë gjë nga ato që mendoni ju, rruga është e hapur në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni. Në lidhje me punën tuaj, dhe aty do t'i vendosni qëllime vetes, në lidhje me partneritete, bashkëpunime, me karrierën tuaj, dhe shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash, por do jeni dhe duke e festuar këtë gjë. Gjithsesi, dilni nga mendimet negative, mos qëndroni në mendime negative, thjesht janë në mendjen tuaj, mund të jenë krijuar që me hënën e plot, sepse shoh në hënën e re ju harrini të bashkëpunoni në lidhje me gjithçka. Rrugën e keni të hapur. Dhe kjo ka lidhje edhe në lidhje me një shtëpi. Mund të jetë një blerje, mund të jetë një ju dëshironi të investoni te shtëpia juaj, dëshironi një zhvendosje nga një shtëpi në një shtëpi tjetër, sepse ka shumë fort në lidhje me këtë. Mund të jetë një trashëgimi, një pronë, disa para që do merrni, mund të jenë blerje të ndryshme online që mund të keni gjatë kësaj periudhe, por shoh që do jeni duke festuar, është një energji fantastike. Do ndjeni entuziast, të gëzuar, karizmatik, me shumë pasion ju shoh. Është një energji fantastike. Shfrytëzojeni sepse kjo hënë e re sjell një energji shumë të bukur. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do ndikoj kjo hënë e re
edhe për shenjën tuaj. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe letrat nuk presin, duan të flasin. Atëherë, në lidhje me ju shoh që ju do ndjeni shumë të lirë gjatë kësaj periudhe. Do keni një lidhje shumë të fortë me internetin, me teknologjinë, do jeni shumë të hapur në lidhje me njohjet që dëshironi të bëni, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë ju shoh që keni manifestuar për diçka. Nëse ju keni manifestuar për të hyrë në një njohje, atëherë shoh një realizim. Në rastin tjetër, nëse ju keni manifestuar në lidhje me familjen, me fëmijët tuaj, megjithëse është një hënere që ju do krijoni shkëputje nga fëmijët, të gjitha shenjat e horoskopit. Por gjithsesi, unë shoh realizim në punë, realizim të planeve, të projekteve tuaja. Dhe kjo gjendje do t'ju lej pak pa gjumë gjatë kësaj hënetere, thjesht se ju do mendoni për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Do përballeni me disa pengesa, po shoh që do t'ja dilni. Dhe për pjesën e beqarëve do kenë një ofertë në lidhje me dashurinë. Është megjithëse është dhe energjia juaj këtu, sepse është energji toke, ose ju do jeni duke menduar shumë seriozisht për të futur në një njohje të re, në lidhje me një ofertë. Për pjesën tjetër do mendoni seriozisht në lidhje me marrëdhëniet, me punën tuaj. Ndoshta ju jeni përballur me pengesa, por ju do arrini të realizoni gjërat që dëshironi. Thjesht kjo situatë do t'ju lejë pak pa gjumë, duke menduar më tepër në lidhje me një realizim. Mund të jetë një realizim dashuri, një realizim te vendi punës, një realizim në marrëdhëniet tuaja, me fëmijët tuaj, mund të ketë lidhje edhe me pjesën e dokumentave për pjesën tjetër, me një ofertë pune, bashkëpunimi ose partneriteti, ose në rastin tjetër mund të jetë edhe diçka që mund të ketë lidhje me një fillim të ri ekonomik që ju dëshironi të bëni. E rëndësishme është që ju do arrini t'i realizoni. Thjesht mos mendoni shumë, është një situatë që ju do qëndroni duke menduar gjatë gjithë kohës të situatë, por ju shoh të realizuar. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim ndikimin që ka kjo hënere edhe në shenjën tuaj. Do ketë një ndikim shumë pozitiv që do zgjasi për një vitresh, do jetë një augur i mirë për ju. Dhe shohim se çfarë na thot taroti. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Shoh një energji, pavarësisht se vjen kjo energji, por është energji e fundit që ju e mbyllni këtë energji. Ju shoh që ju nuk i keni dhënë dot zgjidhje disa situatave. Ju dhe shoh edhe me hënën e re do jeni pak në këtë situatë. Ndoshta si keni dhënë dot zgjidhje një njohje, lidhjeve, marrëdhënieve tuaja. Do jeni në një moment ku do jeni ose punës tuaj, anës ekonomike. Do kaloni një moment ku ju do jeni të përqendruar në humbjet që keni pasur. Mund të jetë humbja e një personi, humbja e një dashurie, në rastin tjetër mund të jetë një humbje ekonomike, humbja e një pune, e një projekti. Jeni përqendruar në një lloj dështimi ose humbjesh që keni pas në jetën tuaj. Por këtu keni mundësi dhe oferta që ju presin. Është një mundësi, një ofertë në lidhje me dashurinë, mund të jetë një mundësi në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por ju mund ta merrni edhe në situata të ndryshme. Jeni përballur me shumë pengesa, por kjo gjë ju ka bërë më të fortë, ju do keni më shumë pasion, do jeni më komunikues, por ndërkohë ju shoh edhe në një situatë ku ju dilni me sukses nga pengesat dhe nga vështirësitë që mund të keni kaluar. Dhe ju shoh përsëri që do ndjeni mungesën e një personi. Ju jeni përqendruar në humbjet dhe mungesat, por keni mundësitë dhe ofertat që ju presin. Largoni nga kjo energji me këtë hënë të re.
Dhe shoh që dikujt mund t'i mungoj një dashuri, ose ju mungon një person që është larguar nga ju. Në rastin tjetër mund t'ju mungoj puna juaj, ana ekonomike, ose ju do harxhoni shumë para dhe mund ngeleni me pak para në duar. Ndërkohë, përkushoju në shëndetit tuaj dhe shoh që ndiheni pak të lodhur. Dilni nga kjo energji sepse energjia e hënës është shumë e fuqishme për ju. Mos qëndroni në këtë energji negative. Jepini zgjidhje problemeve, shikoni mundësitë dhe ofertat. Ju çdo gjëje do t'ja dilni me sukses dhe dilni nga mungesat që mund të keni pasur deri në këto momente. Kujdesuni për shëndetin dhe dilni nga një lodhje që ju ka zgjatur për një kohë të gjatë. Gjithsesi, është një periudhë fantastike në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim çfarë ndikimi do ketë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj, më falni, ju ftoj të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, të bëni subscribe dhe kush është i interesuar për lexime private mund të kontaktoj në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë. Ju shoh pak të vrullshëm, të shpejt, doni t'i bëni gjërat shpejt, dëshironi të hyni në një njohje shpejt, por do t'regojni të nxituar në një farë mënyre. Shoh që do keni një komunikim, ndoshta mund të keni të bëni me një person që mund të jetë natyrë pak e ftohtë. Gjithsesi, ju po investoni shumë te një person, por nuk po merrni aq sa investoni. Jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërkohë jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, do keni udhëtime të shkurtra të gjata, mund të jenë udhëtime për qejf, udhëtime për punë, por gjithsesi ju shoh që keni marrë eksperjenca dhe tani do përdorni më tepër pjesën e logjikës në lidhje me gjithçka. Do merrni vendime të rëndësishme, por do jeni edhe më të logjikshëm, por në një pozicion më të favorshëm. Ju shoh që po punoni shumë fort në lidhje me gjithçka, ose ju mund të keni hapur një biznes, një punë, një bashkëpunim, një partneritet, dhe do jeni duke punuar shumë fort, por do keni dhe ide në lidhje me këtë gjë. Do jeni duke menduar shumë fort për anën ekonomike. Ndërkohë ju shoh në një pozicion të favorshëm. Jeni duke menduar shumë fort për anën ekonomike, por mund të keni dhe mbështetje nga një person. Mund t'ju këshilloj në lidhje me një punë, me një biznes, me një projekt që ju mund të keni, sepse shoh që punoni shumë fort, por mund t'ju mbështesi dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, është një fillim, më falni se nuk është java, është energjia e hënës, thjesht mos u tregoni të nxituar. Kjo ka lidhje edhe me institucione të ndryshme shtetërore që mund të keni me dokumenta, ju mund të jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, do nxitoni pak në lidhje me këtë gjë, por gjithsesi ju shoh që ju do jeni të mbushur me ide, do merrni vendime të rëndësishme dhe vendimet që do merrni janë për mirë, sepse kjo hënë e re është shumë pozitive. Nëse jeni në këto situata, gjithçka do ndikojë, çfarë do vendimi që të merrni, është një vendim që do merret për të mirën tuaj. Dhe ju shoh në fund, ju shoh në një pozicion shumë të favorshëm. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë, shohim se çfarë energjie do na vi për shenjën e Luanit, si do ndikoj kjo hënë e re për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Po na bien letrat poshtë. Atëherë, ju shoh që bini pak të trishtuar në humbjen e një personit. Keni humbur një dashuri ose ju mungon në sakt.
jo e keni humbur, ju mungon. Ju mungon një dashuri për pjesën e personave që nuk janë në njohje. Për pjesën e tjetër, për gjithë ata që mund të jenë shkputur, një distancim ose diçka tjetër, do jeni në një situatë që jeni duke menduar rreth mungesës së këtij personi. Në rastin tjetër, është kjo mund të ketë lidhje, mund të harxhoni shumë para dhe do ndjeni dhe mungesën e parave gjatë kësaj periudhe, gjithsesi shoh që ju do mundoheni të organizoheni sepse kemi kullën, ju do ndryshoni situatat. Ose në marrëdhëniet tuaja, diçka mungon aty në marrëdhënien tuaj. Mund të ju ndoshta ndjeni mungesë të romancës në një marrëdhënie, mund të ndjeni mungesën e aktiviteteve me familjen ose në marrëdhëniet tuaja. Nga ana tjetër, mund të jetë edhe që ju mund të ndjeni mungesën e parave dhe kjo gjë ju bën pak të trishtuar dhe ju dëshironi të organizoheni, të ndryshoni gjërat rreth jush. Dhe kjo ka lidhje në të gjitha llojet e situatave, si në lidhje me dashurinë, me një takim, ndoshta ju mungon një takim me një person. Në rastin tjetër mund t'ju mungoj ndoshta për të bashkëpunuar në një punë, në një partneritet, për të rritur të ardhurat tuaja. Ndërsa në rastin tjetër kjo ka lidhje me lodhjen fizike, por ka lidhje dhe me anën shëndetësore, ku një person do t'ju mbështesi edhe në lidhje me këto situata dhe shoh që do jeni më të organizuar, por do ndryshoni dhe situatat që keni. Dhe këtë mund ta merrni në lidhje me punën, me partneritete, me bashkëpunime, nga ana ekonomike, në çfarëdo lloj situate që të jeni. Ju shoh më të organizuar, do ndryshoni, do dilni nga këto situata dhe ju do ndërtoni gjëra më të sigurta. Edhe pse do keni disa pengesa, ju përsëri do t'ja dilni me sukses për të ndryshuar situata të ndryshme që mund të keni. Kjo ka lidhje me projektet, me bashkëpunimet, me punën tuaj, me pjesën e dokumentave, me pasionet që keni, me emocionet që keni gjatë kësaj hëne të re, ose dhe me fillimet të reja që ju dëshironi të bëni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë, do shohim se çfarë ndikimi ka kjo në re, edhe pse folëm në fillim të videos. Ju jeni nga më të ndikuarit, por do jeni të ndikuar pozitivisht, në lidhje me punën, me familjen, me marrëdhëniet, me gjithçka. Dhe shohim energjinë e tarotit. Dhe dolën 4 letra, ju shoh që do merrni dhe do jepni në dashuri me një person. Do keni emocione, do keni dashuri dhe do jeni duke shpërndar këtë. Dhe këtu flasim në lidhje me njohjet që keni me një person që keni në jetën tuaj, me marrëdhëniet tuaja, me fëmijët tuaj, por në rastin tjetër ju shoh që ju do keni një marrëdhënie të mirë dhe në marrëdhëniet familjare te vendi punës. Nuk e di, shoh një sekret, një të fshet, mund të keni dhe një dashuri të fshet, mund të jetë një takim i fshet në lidhje me ju. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju të jeni duke e menduar si të jepni drejtim një dashurie. Në rastin tjetër, ju jepni dhe merrni me këtë person, është një person që e mbani, nuk e di, një lidhje ose njohje që ju e mbani të fshet. Në rastin tjetër, gjithsesi, ju shoh se i keni të gjitha proceset hënore. Këtu mund të ketë filluar shumë shpejt kjo histori. Dhe ju dëshironi që të jepni drejtim, nëse do ta çoni para, ose ju do dëshironi të dini nëse doni të vazhdoni me këtë person, me këtë njohje, lidhje ose marrëdhënie. Edhe pse është një hënë e re që ndikon shumë pozitivisht në marrëdhëniet tuaja, ju do jeni duke i bërë pyetje vetes për t'i dhënë drejtim situatave. Në rastin tjetër, ju do merrni disa para. Por dhe do t'i shpërndani këto. Mund të ndihmoni një person të familjes, mund të ndihmoni, ose ju mund të keni dhe shpenzime dhe këto para kështu ikin, ose ju mund të blini dhe dhurata gjatë kësaj periudhe. Për pjesën e personave që janë beqar, mund të jetë një person që i ndjek në mënyrë të fshehtë. Është një person që dëshiron një takim me ju. Ndërsa për një pjesë tjetër do zbuloni një të vërtetë ose diçka do dali në dritë në lidhje me një marrëdhënie që keni, ose me njohjet, lidhjet që mund të keni. Por ose për pjesën tjetër mund të jetë, sepse kjo ka dhe anën tjetër negative, që mund të jetë edhe një gënjeshtër që ju shton në lidhje me një marrëdhënie.
ose një mashtrim që mund t'ju jetë bërë. Dhe kjo që do t'ju bëj që ju, sepse ju shoh shumë të lodhur, të ndjeni nevojën për të bërë një pushim dhe për t'i dhënë drejtim situatave. Ndërsa në lidhje me punën, me do keni partneritete, bashkëpunime të ndryshme, mund t'i bëni dhe pak në mënyrë të fshehtë gjatë kësaj periudhe, dhe do të dëshironi që ju do mendoni si t'i jepni drejtim një pune, një bashkëpunimi, karrierës tuaj, një partneriteti, negociata të ndryshme që mund të keni gjatë kësaj hëne të re, sepse ka fillime të reja. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.